Elhamdulillah, njeriu zullumqar, njeriu I cili u bën padrejtësi të tjerëve, e përjeton dënimin qysh këtë botë. Dhe shembujt në historinë e njerëzimit janë të shumtë. Përmendet për njërin I cili I ka bërë shumë padrejtësi Imamit Ahmed ibn Hanbal, Zoti e mëshiroft. Ky njeri quhet Ahmed ibn Abi Duad. Ishte njeri tepër I devijuar. Njeri zullumqar I madh. Njeri I cili kishte dalë kundër Kur'anit, kundër fesë Allahut lartësuar, armik I përbetuar I imamit të sunnetit, Imam Ahmed ibn Hanbal. Njeri që shfrytëzonte pozitën që kishte tek prisit e muslimanëve në atë kohë. 3 prijës muslimanësh me radhë, pra e mbajtën shumë afër tyre. Gjë që ndikoi në dëmtimin dhe shtyrjen e tyre drejt dhunës ndaj Imam Ahmedit. Saqë dëshira e tij ishte që edhe ta vrisnin Imam Ahmedin. Vuajti dhe u torturua shumë prej tyre. Por padrejtësia nuk zgjat përgjithmonë. Zoti I gjithësisë e ka bë ligj që zullumqari I jep afat derisa kur e shkatron Allahu I lartësuar nuk I le hapësirë që ai pra të shpëtoj. Dhe shembull para këtij ka pas edhe të tjerë, për shembull Faraoni. Ka pas të tjerë edhe në kohën e profetit alayhis salam, zullumqar të mëdhej, të cilët përfundimin e kanë pas tepër të dhimbshëm, tepër të tmerrshëm, Zoti na ruaj. Edhe ky, kur vjen khalifi I 4 El Mutawakkil, ai e largoi. Urdhëroi që pasuria e tij, të cilën e kishte fituar pra 3 prisa muslimanësh, e mbanin afër, kishte përfituar shumë. Urdhëroi që t'i sekuestrohej. Mbeti I vetmuar, shokët e tij e braktisën. Njeri I devijuar shumë, Zot na ruaj. Allahu subhanahu wa taala e sprovoi, u paralizu, gjysma e trupit pra të tij ju paralizua. Njerëzit nisën ta braktisin që të gjithë. Dhe subhanallah, përmendin se kur kanë ndëruar jetë, e kanë parë në ëndër pra që një thirrës thret duke thënë se ka ndëruar jetë Ahmed ibn Abi Duad. Dhe thot se Zoti pra është hidhëruar me këtë njeri. Ose dikush tjetër kishte parë në ëndër, pra sikur ishte në xhami dhe shikon pra profetin alayhis salam, I cili lexonte një ajet Kur'ani. Ku thuhet në Kur'an, nëse mohojnë këta dhe bënte me shenjë ose shikonte pra drejt grupit, ishte ndenja e Ahmed ibn Abi Duad. Nëse mohojnë pra bëjnë kufër këta, Allahu subhanahu wa taala në vazhdimin e ajetit thot, besojnë të tjerë dhe bën me shenjë drejt vendit pra ose tubimit të Ahmed ibn Hanbalit. Ky zullumqar përfundoi. Ky zullumqar u largua. Por thirrja është për çdo njeri që I bën padrejtësi të tjerëve. Allahu subhanahu wa taala na tregon Kur'an se nuk I bën padrejtësi askujt. Wa ma zalamnahum, ne nuk kemi bërë atyre padrejtësi, por ata veteve të tyre u kanë bërë padrejtësi. Kështu kuptohet prej ajetit. Prandaj çdo njeri
nëse i ke bërë dikujt padrejtësi. Mundohu të hallashtisesh me ta. Mundohu t'ja kthesh të drejtën e tij, se sprova i ndodh që i vjen njeriu qysh në dynja dhe e rën ndoshta pastaj në botën tjetër. O Allah na ruaj. Zoti na ruaj nga padrejtësia. Amin.